Atmosfera festive 8 marsit ditës ndërkombëtare të gruas ka përfshirë edhe qytetin e Kërçovës, ku shumë qytetarë shihen duke blerë lule dhe dhurata të tjera për të shprehur mirënjohjen dhe dashurinë e tyre ndaj nënave, motrave dhe të dashurave apo mësueseve të tyre. Ndërkohë vullnetaret e Kryqit të Kuq organizatës komunale në Kërçov, nën moton Gruaja frymëzim dhe forcë, kanë realizuar aktivitetin humanitar duke shitur ëmbëlsira me çmime simbolike. По повод Меѓународниот ден на жената 8 март, ние како волонтери од Црвениот крст на Кичево денес излеговме на булеварот Ослободување за да подаваме чоколадни мафини во чест на денот на жената. Me rastin e 8 marsit ditës ndërkombëtare të gruas, ne si vullnetarë të Kryqit të Kuq të Kërçovës kemi dalë në bulevardin e Çlirimit për të shitur ëmbëlsira për ditën e gruas. Mjetet e grumbulluara nga ky aktivitet do të shkojnë për qëllime humanitare për të ndihmuar një familje në nevojë, tha Sandra Petreska, vullnetare e Kryqit të Kuq në Kërçov. Ndryshe 8 marsi shënohet me aktivitete të ndryshme. Në disa vende në këtë ditë edhe protestohet për të drejtat e grave.